Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur padi penale ndaj ish-drejtorit të ndërmarrjes publike Rrugë Shtetërore Jupërus Temit për shkak se ekzistojnë dyshime për keqpërdorim gjatë furnizimeve publike në këtë ndërmarrje. Përveç tij, padi ka edhe për Drilon Zymberin, udhëheqës në sektorin për pagesa të pikave pagesore dhe kontroll, Eyup Latifin, ndihmës drejtor për mirëmbajtjen e rrugëve, dhe Xhemal Bilbiloski, pronari i kompanisë së sigurimit. Bëhet fjalë për një kontratë të prokurorimit publik të lidhur më datë 8/8/2022, me të cilën menaxheri i dyshuar i Agjencisë së Sigurimit zotohej se për 2 vite do të ofrojë siguri të vazhdueshme fizike 24 shtat në të 14 pikat e pagesave të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore. Ndonse ka qenë i detyruar sipas kontratës së nënshkruar, ai nuk i është përmbajtur detyrimit dhe për të gjithë periudhën e kontratës ka dhënë vetëm siguri fizike të pjesshme. Dyshohet se ata e kanë dëmtuar buxhetin me vlerë prej 46.9 milion denarëve. Prokuroria kërkon paraburgim për pronarin e kompanisë ndërsa për të tjerët mas të kujdesit. Në këtë mënyrë, të dyshuarit e tjerë i kanë mundësuar bartësit të dyshuar të prokurorimit që të fitojë pasuri kundërligjore në vlerë prej 46.9 milion denarëve dhe me këtë i kanë shkaktuar dëm të madh ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore. Prokurori publik ka dorëzuar propozim tek gjykata themelore penale në Shkup për caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin e parë, ndërsa për të tjerët është propozuar masa e sigurimit. Sipas burimeve, i dyshuari i parë është Xhemail Bilbiloski, i cili është pronari i kompanisë për sigurimin 2SS. Sipas burimeve të njëjta, 15 persona janë të dyshuar, zyrtar të tanishëm dhe ish zyrtar të disa institucioneve, si ndërmarrja publike për rrugë shtetërore, rrugët e Maqonisë, Inspektoriati i Punës dhe sektori i minierave.